Gjesti, i nervozuar nga pyetja e Vserlos, nuk e fsheh as pak që nuk e pëlqen faktin që po e vën në siklet para banorëve të tjerë. Ai e shikon drejt dhe me një ton të prerë i thot: "Shiko, Vserlo, dua ta bëj shumë të qartë një gjë një herë e mirë. Unë asnjëherë nuk kam pasur ndjenja për Eglin. Nuk ka ndodhur, nuk ndodhi dhe nuk do të ndodhte kurrë. Nuk do të lidhesha asnjëherë me një vajzë si ajo, sepse thjesht nuk është tipi im. Nuk është dikush me të cilën do të ndërtoja diçka serioze, as këtu brenda, e as jashtë kësaj shtëpie." Disa banorë që ndodhen aty pranë hapin syt nga toni i ashpër i Gjestit, ndërsa Vserlo e vëzhgon me një shikim shgënjyes. Ai tund kokën dhe e kundërshton, po atëherë pse leje të mendonte të kundërtën? Pse i dhe shpresa, nëse në fund do ta hidhje tutje sikur të mos kishte asnjë vlerë për ty? Gjesti qesh me ironi, kalon dorën mbi flokë dhe me një ton të qetë, por të ftohtë, i përgjigjet: "Vserlo, unë nuk i detyroj vajzat të më pëlqejnë. Nëse Egli krijoi ndjenja për mua, ky nuk është faji im. Unë thjesht shijova lojën dhe momentet. Nuk i dhash kurrë një premtim, nuk i thash kurrë që do të ishim bashkë jashtë." Ajo zgjodhi të besonte atë që donte vetë. "Në fund të ditës, unë jam këtu për veten time, jo për të mbajtur dikë tjetër emocionalisht të qëndrueshëm." Tensioni mes tyre rritet dhe atmosfera bëhet më e rënduar. Vserlo, i irrituar nga fjalët e Gjestit, shtrëngon nofullat dhe i thot: "Kjo është gjëja më e neveritshme që mund të thuash. Ti e përdore atë vajzë, e tallje, e bëre të ndjej diçka për ty dhe pastaj ja hodhe tutje si një lodër të thyer. A e di sa keq ndihej ajo para se të largohej? A e di sa herë ka qarë për ty?" Gjesti, pa shfaqur asnjë shenjë pendese, ngres supet dhe buzëqesh me përçmim. "Çfarë do të bëj tani, të filloj të qaj dhe unë?" "Jeta vazhdon, Vserlo. Ajo mori vendimin e saj për të ikur, unë do të vazhdoj lojën time këtu. Nuk më intereson më kjo temë." Banorët që dëgjojnë këtë bisedë fillojnë të komentojnë mes tyre. Disa mendojnë se Gjesti është treguar shumë i ftohtë dhe i pashpirt, ndërsa të tjerë e shohin këtë si një pjesë të strategjisë së tij për të qëndruar në lojë. Vserlo, i revoltuar, e shikon për herë të fundit dhe i thot me shkënim: "Shpresoj që dikush të trajtojë një ditë njësoj siç e trajtove ti Eglin. Ndoshta atëherë do kuptosh si ndihet të përdorin." Pastaj largohet duke tundur kokën, ndërsa Gjesti qëndron i ulur, pa u shqetësuar fare, duke vijuar të qesh lehtë, sikur asgjë nuk ka ndodhur.